Nga 500 deri në 800 milion fuqi për llogaritën rezervat e naftës në Shqipëri, kjo sipas Institutit Kërkimor Kanades Oil and Gas. Në një artikull të fundit të këtij instituti nënvizohet se përfshirja e menjëhershme e kompanisë së njohur Shell dëshmon qartë mundësinë e suksesit të shpimeve në Shpirag. Është shumë e rrallë të shohësh një kompani gjigante si Shell të kërkojë në mënyrë agresive partneritet me një kompani të vogël si Petromanas, por Shell e dinte shumë mirë gjeologjinë e zonës. Thuhet në artikull, të dy kompanitë Shell dhe Petromanas kanë kryer tashmë një shpim në këtë zonë në pusin e quajtur Shpiragu 2. Rezultatet e shpimit ishin të suksesshme, duke zbuluar një sasi nafte nga 1500 në 1800 fuqi në ditë. Është e qartë se në zonë ka rezerva nafte. Menjëherë pas shpalljes së rezultateve të pusit Shpiragu 2, aksionet e Petromanas në bursë janë rritur me rreth 60%, duke arritur nivelin më të lartë që prej një viti.